mos ketë eskalime, sepse drejtuesit e protestave studentëve janë thirrur dhe në bisedë informatike në policinë e Maqedonisë, në strukturat. Tani ishte presion ky apo shiko, duhet jemi qartë, sido që t'ja dhe kur jepje provimin e patentës në kohën e Verorgjës dhe para komisionit policisë me kapelen kokë, ishe presion. Pra, në kurset e shoferëve po të bëj krahasimin, ishe presion me një polici ti t'japësh një provim. Dhe jo më të thirrësh në bisedë informatike aty në 2-3 inspektor krimesh, një adoleshent sapo ka dalë 20 vjeçar, asim 19 vjeçar, 21 vjeçar, pra presion është, sepse policia i ka strukturat e veta në saj në mënyrë se si të marrë vesh apo të bisedoj. Po jo, në biseda informative neve çfarë do bëni ju nesër, nuk është ashtu. Sido që tjetë tash, edhe për biseda thjeshta për mua, derisa hyn në derën e policisë përpara 3-4 inspektorëve, është presion psikologjik. Është normale që të quhet presion psikologjik. Por unë përsëri e them, inshallah kalon qetë. Politikanët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut duhet të jenë gjithë nesër për protesta, se bëhet fjalë për fëmijët e tyre, për trashëgimellat e tyre, për nipat e tyre, për gjuhën më shqipe. Nuk ka këtu indiferentizëm e bëjnë studentët dhe ne duhet rrim anash. Të jenë gjithë bashkë aty dorë për dorë, gjithë politikanët i lejnë grindjet, unë këtë uroj, dhe ti tregojnë individëve maqedonës, dhe jetëm se ka dhe maqedonës mirë, individëve maqedonës që kërkojnë të ndezin flakën, ne jemi këtu gjithë bashkë. Sepse mbas kësaj do vinë dhe shumë probleme tjera për mbylljen e universiteteve në gjuhën shqipe. Po ligji që hedhur në konsultim dhe ne kemi diskutuar. Dhe bëhet fjalë vetëm për 2 universitetet që janë në gjuhën shqipe, apo 3 universitetet që janë në gjuhën shqipe. Bëhet fjalë për 2 universitete shtetërore dhe një privat, që duan apo dhe të 4 për shembull ai strukës ndërkombëtar. Nuk bëhet fjalë për universitetet maqedone shqip në manastire apo në vende tjera. Pra, është hap një kuti e Pandorës, uroj që të mbyllet sa më shpejt, sepse po ja u them gjëra do jenë zinxhir. Javën tjetër të dielën bëhen zgjedhjet në Hungari. Dhe nëse Orhan si e ka ai i djati ekstremist hum zgjedhjet e vin forcat e opozitës, do ketë zinxhir dhe në Maqedoni, do ketë zinxhir dhe në Serbi, do ketë zinxhir dhe në Shqipëri. Pa foli që zinxhiri për politikën dridhjen ka filluar në Greqi, që të hyjmë sepse janë vende ballkanike që biznesmenët janë po të njëjtin në këto vende, investitorët e fuqishëm që lidhet edhe me politikën, dhe do kapi zinxhirje. Uroj që mos ndodhi të paktën në Maqedoni, në Shqipëri, se janë vende të brishta ekonomikisht, janë vende të dopta pa ushtri, janë vende që nuk do ta kontrollojnë pasaj nesër një protestë dhe urrëtie midis racave, midis njerëzve, midis klasave politike, sepse bota se ka më mendjen te Shqipëria dhe ke Maqedonia, e ka mendjen te Lindja e Mesme, e ka mendjen te Ukraina, ne jemi shumë të vegjël, bëhet fjalë për shtete me 2 milion banor, fjalë për 3 milion banor, për 1 milion e gjysmë banor, gjë që askush si vim se nesër nëse ndodhi diçka në Maqedoni apo në Shqipëri apo qoftë në Serbi. Zoti Valla, ju e përmendet pak më parë rolin e ndërkombëtarëve, ku tha që para 2 vitesh keni qenë pjesë në një tryezë ku çfarë është kërkuar Miskovskit edhe Vlenit, por në këtë rast si garant edhe ata të marrëveshjes Ohrit, Çebaja dhe Beja, ka pas një reagim nga seli diplomatike aty apo përfaqësues të këtyre vendeve për këtë që po ndodh? Patjetër që ka pas reagime, ato janë bërë takime kohët e fundit edhe me funksionar të politikës shqiptare, të ambasadës franceze, të ambasadës amerikane, gjermane, edhe me maqedonët politikanë, po se që kanë biseduar gjithmonë këto janë biseda konfidenciale. Por ajo që du them dhe komisioni i famshëm që këta i quhen të Venecias është shprehur që gjuhët e pakicave, që këtë rast shqiptarët këtu i quajnë pakic kushtetuta e Maqedonisë, u ka thënë duhet zbatohet. Dhe thash edhe një herë, në tetor e njëjta gjykatë jep 2 dokumenta, i njëjti gjykatës, një maqedonisht, një shqip dhe maqedoni. Kjo është një tallje. Dhe ajo që është më e keqe, është tallje edhe në emrat e qytetarëve këtu që janë shqiptar, nuk ja shqiptojnë mirë emrat në gjuhën shqipe, bëjnë vetëm transkriptim të alfabetit nga kirilicë që i kanë këta, slav, në latin. Pra, nëse ti e ke Xhevdet, ato nuk ta shkruajnë Xhevdet në gjuhën shqipe në Maqedoni. Ta quajnë T, Z, H, F, ca që nuk shqiptohet në gjuhën shqipe. Pra bëjnë transkriptim. Nuk bëjnë përshtatje në gjuhën shqipe siç i takon dhe ke emrat e njerëzve dhe toponimeve. Janë shumë të thella këtu gjëra, janë aq probleme sepse mas 90-s e deri në 2002 me fjalë shumë probleme maqedonas që u bën shqiptarëve, kjo fal dhe krizës që kalonte Shqipëria dhe politike dhe ekonomike në atë kohë, por dhe heshtjes në këtë kohë që kryeministri Rama më shumë jep deklarata se ç'a ndodh në Iran se sa ç'a ndodh me shqiptarët e Presheva apo të Maqedonisë apo të çështjes Çame apo të Malizzi.
Pra Shqipëria më nuk po luan rolin e kërthizës së shqiptarëve në Ballkan, po besoj që do ta luajë Kosova. Edhe në këto raste Kosova nuk është shprehur për arsye se ka dhe problemet e veta, zgjedhja e presidentit, ndodhemi në një mjergull vetë shqiptar që i kemi krijuar vetë për inat dhe xhelozi, për karrierë e koti që unë them që vjen një ditë që ne duhet t'japim llogari para Zotit dhe para kombit kur t'jemi në një moshë të thyer, kur t'jemi gjyshë se çfarë bëm me jetën tonë për çështjen kombëtare. Zoti Valla, kam një pyetje të fundit për ta mbyllur me debatin për gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut. Së pari, a shikoni në fundit një dorë të zgjatur edhe të Serbisë këtu për të rindezur tensionet, edhe ju bën përshtypje që elita shqiptare aty, qoftë edhe akademike, por nuk është se ka një zë që ta artikuloj fort në publik për këtë rast. Pra, përjashto pjesën politike të dy